Ky sport ka që dashur ka bërë për vete mira njerëz. Në ritmin e një kore gjigant bredhin në fushën e gjelbërt 22 djelmosha të rej. Ata dirigjojnë këtë korë që përshtel stadionin. Si u zhvillua futbolli tek ne? Përgjigjen e kësaj pyetje na dha veterani i futbollit, doktor Yusuf Dashi. Futbolli ka filluar në vitin e 1908 dhe në vitin e 1913 Paloknika, një sportist shkodron, dhe me lojë skuadrën e parë Independenca. Dhe ky zhvilloi një ndeshje me lojtarët e ushtrisë të huaj që ndodhishin në atë kohë shkodrën. Klerikët në Shqipëri nuk e kanë dash, e kanë pemu zhvillimin e sportit, por i nisi pëlqeu të luajë dhe ka 2020 në gjithë Shqipërinë fillu të formohen skuadra futbolli. Dhe bile kam këtu kujtimet e vjetra të i maj gjithmonë prezent për të kujtu kalumen teme sportive. Kam këtu disa kujtime të shkalumes teme të futbollit. Në kujtohet në Shkodër skuadra ku lunte ai që shkriu jetën edhe në fushën e sportit, Anton Mazreku. Kam fotografinë e Vlorës, një ndeshje që u bën ku kanë luajtur doktor Ibrahim Dervishi e tjerë. Kam fotografi tjetër të Korçës ku ndërrohen shoku Pilo Peristeri dhe Mariani. Kam skuadrën e Durrësit ku figuron Rik Margariti, Telemak Nushi, Nimet Tartari e tjerë. Po ashtu kam skuadrën e Tiranës, në mes të cilëve shifet doktor Noqi, Gurasht dhe Ajnali e tjerë. Në vitin 1930, vetëm me interesimin e sportazhëve, krijohet Federata Shqiptare e Futbollit dhe fillon kampionati i parë. Sport Klub Tirana shpallet kampione dhe meriton flamurin. Terrenet sportive nuk ishin të përshtatshme e megjithatë futbollistët e dikurshëm nuk u trembeshin vështirësive. Shalvarja, e vetmja fushë sportive në Tiranë. Regjimet antipopullore nuk tregonin interesim për përparimin e sportit. Gjatë viteve të luftës Shalvarja, si dhe shumë fushe të tjera në vendin tonë, u shndruan në qendra për grumbullimin e rinisë antifashiste. Në këto rrethana lindi skuadra luftarake Shprehëja. Skënder Begeja, një nga futbollistët më të dalluar Shprehës, na foli për kujtimet e atyre viteve. Shprehëja u krijua me porosi të Komitetit Qarkor të Rinisë Komuniste të Tiranës. Ajo ndihte dy qëllime: grumbullimin e rinisë në fushat sportive, si dhe kthimin e çfaqjeve të ndryshme sportive në manifestime të theksuara antifashiste. Për shembull, më kujtohen këto raste që ne kemi pasur përleshje kur ndesheshim me skuadrat italiane në fushat sportive, kemi pasur çfaqje demonstrative jashta fushave të Tiranës në bulevardin e Tiranës, si dhe ka pasur dhe raste të tjera kur nga loja janë përleshur popull dhe ushtri italiane. Në gjirin e kësaj skuadre kanë bërë pjesë lojtarë të dalluar. Për shembull, më kujtohet rasti i një ndeshjeje kur Kop Myzeqari, sot dëshmor, në një ndeshje u godit kaq rënd sa ai jo vetëm që nuk e la ndeshjen, po e përfundoi deri në fund dhe skuadra e jon doli fitimtare. Ata, dëshmorët e kësaj lufte, si dhe të gjithë futbollistët e tjerë, kanë qenë për ne dhe për të gjithë popullin e vendit ton, shembull sakrifice, shembull heroizmi, shembull shpirti luftarak që do të kujtohen jo vetëm nga ne, por edhe nga brezat e ardhshëm. Përmendni disa prej tyre. Mund të përmendim Reshit Rusin, mund të përmendim Raqi Qirinxhiun, Bakit Dumen, Ali Vishën, mund të përmendim Lef Sallatën, Telin Dinin nga Vlora. Pas çlirimit të vendit, futbolli i ynë u bë masiv. Nga gjiri i futbollistëve të vendit ton, dolën futbollistët talentuar si Muhamet Dibra, Besim Fagu, Slave Lambi, Tiç Parapani, Loro Borici, edhe shumë futbollistë të tjerë, të cilët debutuan me sukses në Ballkaniadën, të cilën ne e kemi fituar në vitin 1946. Loro Borici është një nga figurat më të njohura të futbollit tonë. Në këtë stadium ai nisi të luajë menjëherë pas shërimit të vendit. Në përfushat tona ai ka luajtur për 14 vjet në takime kombëtare dhe ndërkombëtare.
Të pashlyera kanë mbetur në kujtesën e tij takimet e vitit 1946, kur futbollistët tanë do të shkruanin një faqe të paharruar në historinë e sportit tonë. Në këtë stadium atë vit zhvilloheshin lojrat ballkanike. Turneu i futbollit u çel me ndeshjen Shqipëri-Jugosllavi. Qysh në minutat e para, tanët u bën zotër të fushës dhe shënuan 2 gola. Gjatë pjesës së dytë, terreni u rëndua për shkak të shiut që ra vazhdimisht. Skuadra jonë pësoi 3 gola. Kështu këtë turne të vështirë, ajo e nisi me humbje. Përse skuadra jonë humbi këtë ndeshje megjithse u dhiqte me 2 gola diferencë? Me thënë drejtën, arsyeja e parë ishte që ekipi ynë kishte një përvojë të paktë. Koha e shkurt e formimit të tij sigurisht nikoj në mirëvajtjen ose në përfundimin se su shilojës me sukses. Këtë e thamë me plot gojë se po t'i bëmi parakalim krejt zhvillimit ndeshjes, mundsohemi që ne e meritonim një gjatë tillë. Megjithëse ekipi i Jugosllavisë ishte një ekip më të fortë. Por kjo nuk na demobilizoi. Përkundrazi, ne vetë të vumë të tyrë vetes që të mobilizonim në ndeshje të tjera edhe të arrinim rezultat. Në ndeshjen e dytë ne kishim përballë skuadrën bullgare. Të parët shënojnë miqt, por përfaqësuesja jonë nuk thyet dhe në një kundërsulm barazon. Borici e kalon skuadrën në avantazh me penalti. Mirashi vulos fitoren duke shënuar golin e tretë. Pas këtij suksesi erdhi takimi vendimtar me Rumaninë. Mjaftonte vetëm një gol dhe kupa do të ishte jona. Vetëm një gol. Kjo ishte një ndeshje e emocioneve të mëdha. Ne u shpallëm kampion ballkanik. Fitoria e parë ndërkombëtare e sportit tonë të ri pas shtyrimit. Në çfarë rrethanash u shënua goli vetëm që na dha fitoren kundër Rumanisë? Me thënë drejtën ishte një aksion i bukur që nisi ekipi ju nga ana djathtë. Në një sitrim drejtim të 16 kundërshtare, në atë moment mbrojtësi kundërshtar bën një ndërhyrje të rëndë, ka shi një sulmuesin tonë. Arbitri aty e dënoi atë gest me një goditje dënimit. Në këtë moment gjithë të thush mbrojtësit kundërshtar u rreshtune. Qetësia po mbretërote në këtë stadion, se në tilla raste gjithmonë pak a shumë adin pritet në gjëra jashtëzakonshme, ose në gol se ti thosh ka një goditje dënimit të tillë. Këtë ndërkohë i ngarkuar për goditjen e dënimit ishte lojtari Teliti, i cili goditi me saktësi e me forcë, edhe shënoi golin, i cili ishte mjaft i dëshirueshëm për gjithë ne që loshim, ashtu edhe për gjithë spektatorët, edhe me si thosh edhe deri në fund goli i fitores. Kur keni filluar të luani me skuadrën e Partizanit? Deri në vitin 1948, unë kam luajtur me ekipin Vllaznia e Shkodrës. Pastaj në fund të vitit 1948, unë shkova në radhë të ushtrisë për të kryer shërbimin ushtarak, ku vazhdova të luajsha me ekipin përfaqësues të ushtrisë Partizanit. Vllaznia, skuadra e qytetit ku luajt për herë të parë futbolli, fituese e kampionateve të kombëtare të viteve 1945-46, është konkurrente e fortë dhe në vitin 1948. Partizani, i krijuar një vit më parë, një herë kampion i vendit, kërkon të përsërisë suksesin. Në të dyja skuadrat bëjnë pjesë futbollistët më të mirë të vendit. Mbrojtja shkodrane u vua të ditë përballë sulmit të Partizanit që u udhëhiqej nga Borici. Partizani fitoi 3-1. Takimi i dytë që u zhvillua po atë vit në Shkodër që vendimtar. Fituesja shpallej kampione e vendit. Borici përsëri shënon dhe jep Partizanit titullin kampion.
Jeta e futbollistit është e mbushur me momente të këndshme dhe të pakëndshme. E natyrisht edhe ju bëni përjashtim besoj. Gjatë karrierës suaj të gjatë, mbani mend në një rast të pakëndshëm të në fushë? Sa drejtën, nuk është edhe lehtë me u përgjigj kësaj pyetje. Shumëta janë rastet që njeriu gjatë karrierës tij ka hasë raste të pakëndshme. Po unë do të kapi vetëm një që apo parakalon këtë moment. Është rasti kur ekipi Partizani punishte me ekipin Dinamo. Në çfarë viti? Vitin 1953. Kjo ndeshje e cila ishte edhe decisiv, rezultati i saj ishte edhe decisiv për vënien e titullit kampion, përfundoi, si ti thuash, me fitoren e ekipit Dinamos pikërisht nga një gabim fatal edhe i pa kuptueshëm i janë. Dhe si ndodhi kjo, në çfarë thanesh? Ja, ishin minutat e fundit lojës. Një top i ardhur nga via fundore më gjanë mund këtu para portet. 1 metër, si shema. Godas topin në kokë, gjithë prishin gol, edhe unë vetë, kur topi ranë vijë fatale, u kniknën, ra me shtyu e doli jashtë. Një gjatë tillë na dha humnin edhe të kampionatit. Por për mua me gjithmonë një problem i pasgjidhur. E për këtë arsye unë ktheva më një herë me bë prova, po gjitha provat dhashin rezultat pozitiv. Në vitin 1950 në Tiranë krijohet një skuadër e re. Kjo është Dinamo. Në radhë e saj bëjmë pjesë lojtarë të njohur si Gjinali, Jareci, Vila, Shaqiri, Bakali, Tashi, Reli, Begeja e të tjerë. Tani, ajo është konkurrentja më e fortë për titullin kampion. Fiton kampionatet kombëtare të viteve 1950-51 dhe ja më 10 korrik 1952 shpallet për 8 herë kampione duke mundur Partizanin 2-1. Ky është një takim tjetër interesant midis këtyre dy skuadrave, i zhvilluar më 1955. Para një viti Partizani ja ka shkëputur mos fundi Dinamos titullin kampion. Ai lufton përsëri duke kërcënuar portën kundërshtare. Atëherë vetëm këto dy skuadra rivalizonin njëra me tjetrën. Ekipet e rrethëve hën heshtnin. Jeton me emocionet e kësaj ndeshje komentatori Anton Mazreku. Dinamo shënon e para. Më vonë ushtarakët barazojnë, megjithatë Dinamo për të 5ën herë është përsëri kampion. Në vitin 1957, në një tjetër finale Partizani me revanshin. Të dyja skuadrat e kanë mbyllur kampionatin me pikë të barabarta. Kjo është ndeshja e tretë vendimtare. Dinamovitët tundin të parë të rjetën. Barazon Partizani. Gjatë pjesës së dytë, Dinamo, që luan me të bardha, pëson një gol në këto rrethana. Krejt ndeshja mbyllet 3-1. Kapiteni të skuadrës së Partizanit Reti Kresmja i dhurohet kupa e kampionatit. Rjetët atëherë tundeshin shpesh. Rreth këtij problemi ne biseduam me mjeshtrin e sportit Besim Fagu. Në kampionatet kombëtare të futbollit të viteve të 50 shënoheshin shumë gola. Për shembull Dinamo dhe Partizani arrinin shënonin 8, 9 dhe 12 gola. Përse ndodhte një fenomen i tillë? Sipas panimit tim, shkaku kryesor ka qenë sepse në atë kohë ka pas disnivel ekipish, midis ekipeve të kryeqytetit dhe ekipeve të rrethëve. Së dyti, edhe sistemi i lojës të bërë që ka qenë, lejonte më shumë sulmuesve për të manevruar më lehtë në portën. Pastaj ka qenë shkaku sepse ka pasur edhe sulmues shumë të mirë, si Boriçi, Resmi, Jareci, Kinali, Teta, Lëbonja e shumë të tjerë. Por ka pasur edhe ndojca të mirë, për shembull si Delalisi, Halluni, Vila, Merja, Shaqiri, Papadopoulos e të tjerë. Dhe tani për mendimin tuaj, përse ndodh që skuadrat tona dhe sulmuesit tanë shënojnë më pak gola? Sipas menimit tim, do të them se futbolli jonë ka ecur përpara gjatë viteve të kaluara. Por pse nuk shënohen sot gole më shumë se në atë kohë? Shpaj sepse disniveli midis ekipeve të kryeqytetit dhe të rrethëve tash sot nuk ekziston. Po thuaj se ka një nivel ekipesh midis ekipeve të kryeqytetit dhe të rrethëve. Së dyti, edhe sistemi i mbrojtjes sotëm, për shembull, nuk lejon shumë sulmuesit për të manevruar lehtë në mbrojtje. Sistemi për shembull me 4, vështimi 4, 2, 4, edhe më shumë.
Edhe niveli i sulmuesit nuk i përgjigjet e vërteta kohës së sotshme. Sipas menimit duhet kemi më shumë sulmues të mirë, si Pano, Çeço, Pernaska e të tjerë. Një kapitull i rëndësishëm i atyre viteve ishin takimet ndërkombëtare. Në vitin 1951, vendin tonë e viziton Spartaku i Moskës, shumë herë kampion i Bashkimit Sovjetik. Pagu, Dibra, Shaqiri, Vila, Bakalli, Jareci, Resmia, Gjinali, Pekini e të tjerë u matën dënjësisht me këtë skuadër dhe krejt takimi përfundoi 1-1. Më 1954, një tjetër skuadër e fortë, CDNA e Sofjes. Tanët që luajnë me të bardha rrezikojnë portën kundërshtare, por bullgarët shënojnë 2 herë radhësin. Gjatë pjesës së dytë, skuadra jone rimerr veten dhe së pari shkurton distancën. Nga minutat e fundit barazojnë. Krejt takimi mbyllet 2-2. Më 1 maj 1958 vjen përfaqësuesja e Republikës Demokratike Gjermane. Në radhë të ekipit tonë, tani bëjmë pjesë futbollistët të rinj si Delia Lisi, Alluni, Ndini, Merja, Deda e të tjerë. Tanët kanë e përsi, por me gjithë përpjekjet e dy skuadrave, ndeshja mbyllet në barazim. Në vitin 1958 dhe 1963, një sukses i futbollit ton në arenën ndërkombëtare. Partizani kthehet nga Leipzigu dhe Hanoi me medalet e argjenda të vendit të dytë, duke lënë pas skuadra të njohura në Europë. Në 1959, kryeqytetit i shtohet një qendër tjetër sportive, stadiumi Dinamo. Partizani ndeshet me skuadrën gjermane Forwest. Miqtë shënojnë të parë. Në minutën e fundit, në ky pozicion i vështirë, barazon Kraja. Kavaja, qytet i vogël, por me tradita të mëdha në futboll. Krahas veprave industriale, këtu po ngrihet dhe stadiumi i ri që është i ndërtuar pas shtërimit. Në fabrikën e Qelqit takojmë ish futbollistin e Besës, Sadik Merhori. Divizja futbollistike në qytetin tonë është rezultat i pasionit, i dëshirës që kanë patur 3 tonë për të lojë kaq popullore dhe kaq dashur. Dhe as pak e kujdesit dhe ndihmës që i kishin pushteti ose regjimet feudale burgjeze të kalumes. Në Kavaj futboll është luajtur rreth vitit 1926-1928. Rregullisht ekipi jon Besa në vitin 1933 në një ndeshje kualifikimi me Ismail Qemalin e Vlorës është futur përfundimisht në kategorinë e parë ku debuton edhe sot. Edhe gjatë luftës nacionale shqiptare, rinia antifashiste sportive ka shprehur në fushat e tyre urrëtitjen ndaj okupatorëve dhe tradhtarëve të vendit. Bile ne kemi edhe 2 dëshmorë sportistë, siç është Adil Alushi e Sami Kariqi, të cilët kanë marrë dëshmorë të luftës nacionale shqiptare. Gjatë më shumë se 40 vjetëve, mbiemri Merhori është shfaqur thuajse vazhdimisht në përbërjen e skuadrës së Besës. Me sa duket të shkruar një traditë e futbollit në familjen tuaj, kështu? Po, ne kemi krijuar një traditë në familjen tonë. Duke filluar që nga krijimi i Besës në vitin 1931, deri në ditët e sotshme janë aktivizuar të pak 8 merhor. Edhe unë kam disa kujtime që fotografive që jap për shembull vllai i parë Mustafaj, që është aktivizuar në vitin 1930 si portier i Besës. Këtu është Alushi, sulmuesi Majt, këtu është Eqeremi, këtu jam unë. Këtu është Ramazani, ka luajt half, edhe ky Abdylli, 1 metri që debuton në ekipin tonë, djali im Zeniu. Ne kemi krijuar një traditë që të mbrojmë me dinjitet
ngjyrat e Sportklub Besës. Kavaja një qytet që ka pak më shumë se 20.000 banor dhe megjithatë Besa Kavajës është në skuadrat tona më të mira. Ku qëndron sekreti i suksesit të futbollit kavajas? Kjo qëndron në pasionin e jashtëzakonshëm që kanë 3 ton për lojën e futbollit, që është kaq e dashur, kaq popullore për masës të dashur. E dyta në ndihmën e afërt që japin organet e partisë të pushtetit në rreth dhe në qytet. Dhe së treti, që është e rëndësishme kjo, është puna sistematike që bëhet në aktivizimin masiv të kampionateve lokale, të lagjeve, të rrugicave, ku zbulohen element të ri, ku aktivizohen veterantë për seleksionimin e tyre, siç është Gravardari, Dimroçi, Cara e shumë tjerë, që sot janë inkluduar në ekipin e të rive qytetit tonë për të qenë debutues të ardhshëm të Sportklub Besës. Dhe Besa ka arritur suksese në vitet e fundit. Po, është e vërtet. Sidomos në vitin e fundit jo vetëm e ka konsoliduar plotësisht pozitën e saj, por lufton, është pretendente e dej për titull. Kështu që në vitin 1958 ne diskutuam me Partizanin titullin kampion. Në vitin 63 zgjidhëm problemin e Kupës Republikës vetëm me diskutimin e penaltive. Detyra e sportistëve tanë, dëshira e gjithë dashamirësve të futbollit është që kupa aq adhuruar, aq e dashur, të kthehet edhe në qytetin tonë me tradita futbollistike. Në këtë kuadro janë fiksuar momente nga ndeshja finale e Kupës Republikës midis Besës dhe Shtatën e Ndorit, zhvilluar më 1963 në Kavaj. Koha rregull përfundoi në barazim. Patin e Kupës e përcaktuan penaltit. Shtatën e Ndori fiton Kupën. Gjatë këtyre viteve të fundit, cilat nga skuadrat tona ju kanë lënë më shumë mbres? Ka lënë më shumë mbres ekipi i 17 Ndorit Tiranës, një ekip solid, kompakt, që krijuar një ansambël shumë të mirë, që e fillojshin me një ritëm lojën dhe e mbarojshin me një ritëm shumë të shpejtë. Në këto vite, Shtatën e Ndori, një ekip me tradita, ripërtërit sukseset e dikueshme. Për 4 vjet ai meriton titullin kampion. Frashëri, Kasmi, Kazanxhi, Bytyçi, Bukoviku, Hyka, Ishka e të tjerë ishin snajper të vërtet. Shtatën e Ndori është paraqitur mirë dhe në ndeshjet ndërkombëtare. Ja njëra prej tyre. Në kuadrin e Kupës Ballkanike, ai ka përballë Beşiktaşin e Turqisë. Në pjesën e parë, gjyqtari jep një penalti, të cilën Frashëri e shndron në gol. E përsiatanëve të vazhdonte në pjesën e dytë, ku nga një distancë afër Xhaçka shënon një tjetër gol. Në 16 shtator të vitit 1970, Shtatën e Ndori ka përballë skuadrën e fortë holandeze Ajax, që për 3 vjet me radhë do të shpallej kampione e botës midis klubeve. Shtatën e Ndori e nis lojën me emocion dhe kështu në një kundërsul mbrojtësi i majt holandez Zurbje shënon golin e parë. Në pjesën e dytë, nga një distancë e largët, përsëri Zurbje gjen në befasi mbrojtën ton dhe shënon golin e dytë. U duk për një qas se rezultati do të thelloj, por nuk ndodhi kështu. Këtu dolën në pa cilësitë më të mira të futbollistëve tanë, shpirti luftarak e patriotik, këmbgulja për të mos u thyer. Kazanxhi shkurton distancën, nga fundi Zhega barazon rezultatin. Pas 26 vjetësh, titulli kampion iku nga kryeqyteti dhe mori udhën për në Shkodër. Stadiumi Vojokushi u ngrit më 1953. Arritët ju, Muhamet Divra, të luanit në këtë stadium? Ishin vitet e fundit aktivitetet sportiv. Ngritja e stadiumit,
tregon edhe për kujdesin e partisë dhe të pushtetit të fizikulturës sport. Kujtohet fusha vjetër, ku lushim na vazhdimisht u gjakosshim e vërdhishim për arsye se te ishte gur e zhavol. Neshin e fundit, cilin unë e bona në këtë stadium, e fitova 3-1 u dallën faqe të bardhë në aktivitetin sportiv. Që i dallonte futbollistët e brezit tuaj dhe cilët ishin tiparet e tyre? Vullneti, shpirti luftëtar, dëshira për fitore, pasioni, pa pretendime, e kjo tregohet në terren sportiv ku ne fitoshim neshin. Unë mendoj si brezi i ri, ka mundësi me marrë një sëndënish. Tani që ndodhen në stadium, çfarë ndjeni? Di shpesh, kam ballë, kujtaj shokët e mi të vjetër, të knaqet zemra kur shoh si futbollista si Zan Ragami, Sababizi, Binjega, Ismet Hoxha, e tjerë, që improjnë me identitet gjyrat tona të Vllaznisë. Si e shpjegoni suksesin e Vllaznisë në vitin 71-72, kur fituat kampionatin dhe Kupën e Republikës? Futbollistët e morën seriozisht kampionatin e Kupën, në nështronë një pratikave serioze, në ndërtimin gjithë shaqësirit, u mobilizuan në meshën e ditë, edhe kja dha frutin e vetë, që morë me Kupën edhe kampionatin. Futbollistët tonë kanë dhënë rëndata e meshën ndërkombëtare, Kupën e Ballkanit edhe tjerë. Ky ishin takimet e Kupës Ballkanike. Shkodranët ndeshin me Borin e Bullgarisë. Vllaznia e fiton këtë takim me rezultatin e thellë 4-0 dhe demonstron futboll të një klasi të lartë. Kjo është ndeshja e ditë finale e Kupës Republikës e këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm ku marrin pjesë me 10 skuadra të gjitha kategorive. Ndeshjen Vllaznia me Besën. Të parën kavaj shkodranët e kanë humbur 2-0. Për të merituar kupën, atyre u duaj fitoria të paktën me 3 gola. Kjo ishte dita e penaltive. Dy penaltit në favor të Vllaznisë që realizohen nga Ragami shënohen në kohën e rregull. Të tjerat në kohën shtesë. Kupa dhe flamuri i kampionatit mbetën atë vit në Shkodër. E lan Vllaznin duke u stërvitur që përsëri ajo të meritoj prioritет e sportazhëve të saj. Pano, ka zhvilluar mbi 500 takime zyrtare, shifër që e vën në radhën e futbollistëve më të mirë të Europës. Që kur keni nisur të luani futboll? Që nga viti 1957. Më parë si portier dhe më vonë si sulmues. Çfarë ju shtyu të luanit sulmues? Dhe kisha dëshirë që të bëjsha shumë gola, të ngjarja shokut tem dhe fikres. Ju keni 16 vjet që luani pa ndërprerje. Kujt ja kushtoni këtë? Kryesisht ja të dedikoj stërvitjes të përditshme. Por edhe ndonjëherë mund ta kemi prish. Por i kthem kryesisht futbollistëve të rinj që të marrin një regjim të rregull, si shembull për këtë mund të marrim Lora Boriçin. E cilat nga ndeshjet vlerësoni më shumë? Palon me një anë takime ndërkombëtare, unë mendoj një bazë e mirë është edhe kampionati kombëtar i kategorisë parë. Kjo është një bazë për krijimin e një bërthame të mirë të ekipit profesues. Ju keni zhvilluar sa takime kombëtare ndërkombëtare. Cilat nga këto takime ju kanë lënë më shumë mbresë? Mbresë më e madhe për mua ka qenë takimet në Hanoi, 2 neshjet me Gjermand dhe takimi me Torino. Për herë të parë, në 1968, Partizani merr pjesë në kupën e kupave, ku përballë ka disa herë kampionën e Italisë skuadrën Torino. Sulmi i tanëve i udhëhequr nga Pano i shtrëngoi italianët të kthejnë kokën gjithë nga porta e tyre. Pano humbet rastin më të mirë. Në pjesën e dytë e korrigjon shenjestën Shaqiri. Gol. Vetëm 3 gërma, një rokje. Gol. Ky ishte edhe goli i fitores.
Më 17 dhjetor 1967, stadiumin Kemal Stafa e viziton në kampioni e botës skuadra e Republikës Federale Gjermane. Gjermano parendimorët pandejnë se kjo ndeshje do t'ishte për ta një shtetitje e lehtë dhe pastaj do të hapeshin dyert e finaleve të kampionatit evropian të futbollit. Por e gjitha kjo mbeti vetëm një iluzion, asgjë më shumë. Në kampioni e botës u shtrëngua të mbërthehet në gjysmëfuqin e saj. Panik në portën e Walterit. Skuadra jonë zhvilloi një nga ndeshjet e saj më të mira dhe e meritonte fitoren. Gjyqtari austriak në mënyrën më të habitshme na mohoi këtë gol, por edhe pa të gjermanët u thyen dhe lanë fushën kokullur. E papritura më e madhe këtij turneu, në kampioni e botës u skualifikua. Pas 4 vjetësh Shëni vjen me yjet më të shquar të futbollit gjerman për të ndeshur me ekipin ton kombëtar, përsëri për kampionatin evropian. Ka sjell me vete Majerin, Vokstin, Schnellingerin, Beckenbauerin, Netzerin, Müllerin e të tjerë. Përsëritet e njëjta tablo. Gjermanët nuk po e gjejnë dot rrugën e rrjetës. Anët gjithnjë rrezikojnë. Shenja e larmua nuk përmbahet, vetëm një gol dhe gjermanët më vonë shpallën kampion të Europës. Nga një pakujtësi e mbrojtësve tanë, Mülleri, golshënuesi më i miri i kampionatit botror të Meksikës, kalon skuadrën gjermane në avantazh. Në pjesën e dytë sulmi në shpërthem, topi qarkullon gjithnjë përpara hundës së Schnellingerit, Voksit, Weberit, sa për barazimit ndoshta dhe fitores. Megjithse humëm këtë ndeshje, opinioni sportiv ndërkombëtar tha fjalët më të mira për futbollin tonë dhe trajnerin Loro Borici. Ish futbollistët e dikurshëm sot trajner japin brezit të ri traditat më të mira dhe luftojnë që ta ngrenë më lart futbollin tonë. I 20.000 futbollisti aktivizohen në kampionatet kombëtare, lokale, të kooperativave të bujqësore, qendrave të punës, shkollave, lagjeve dhe rrugitave, dëshmojnë për masivitetin e këtij sporti kaq të dashur e popullor. Nga duart e veteranëve që punojnë me amatorët e vegjël të futbollit, dalin kuadro të reja, për të ripërtrirë dhe forcuar më tej skuadrat e vendit. Punë të mirë dhe me baza shkencore, me elementin e ri, bëhet në shumë shkolla të mishtrisë sportive, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytete të tjera. Të dilat vinë radhazi, njëra pas tjetrës, dhe si gjithnjë tërheqin me vete në terrenat e futbollit mira dhe mira spoldashës. Shkrihen me turmën dhe futbollistët e dikurshëm, të tjerë breza shkelin në fushat e blerta, të tjerë spektator ulen në shkallë të gurta. Të gjithë presin me të njëjtën dëshirë, për të parë më tepër rjeta që shkunden, më shumë gola, që futbolli ynë të ecë gjithnjë përpara.